Kryetari Ali Ahmeti konvokoi sot mbledhjen e radhës të kryesisë qendrore pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale për të diskutuar lidhur me zhvillimet politike në vend, lidhur me zhvillimet e brendshme. Gjithashtu një zëri u miratua për arsye se edhe ka skaduar afati për shkak edhe këtyre zhvillimeve me të cilët jemi ballafaquar për mbajtjen e kongresit partijak. Pra është caktuar që deri më 20 dhjetor të mbahet kongres partijak i Bashkimit Demokratik për Integrim. U zgjodhen gjithashtu unanimisht edhe Këshilli Organizativ i Kongresit Partijak në përbërje të Arbana Pashollit, Rina Ajdarit, Arta Bilali Zendeli, Faton Pollozhani, Valdet Xhaferi, Mirsad Ibrahimi, Diana Toska dhe Ardita Dani. Pra këto janë vendimet të cilët sot u morën në kryesinë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim.